Pas prokurisë janë bashkëkryer për dyshohet se kanë kryer veprën penale në bashkëkryer vrasje. Prokuria deri tash me provat që i ka siguruar deri tash, kuptohet policia përmes autorizimit të prokurisë, është bazuar te provat materiale, kështu që është në hetim e sipër, është bo grumbullimi i provave të tjera. Unë si mbrojtës i rilindit, duke bazuar në ato prova që deri tash i kemi, konsiderojmë që klienti im nuk është i përfshirë fare në këtë vepër penale, kështu që prokuria pretendon se ai ka qenë një ndër antarët e grupit që në bashkëpunim edhe me antarët e tjerë kanë planifikuar dhe kanë përgatitur veprën penale me të cilën dyshohet se kanë kryer. Klienti im kategorikisht e refuzon se ka të bëjë, domthonë në çfarë do forme është i involvuar në këtë vepër penale. Ai përdor si alibi, thotë se prej orës 10 në mbrëmje deri në orën 3 të mëngjesit ka qenë me fejuar në ti. Po ne po konsiderojmë se s'ka këtu fare grup, domethënë s'ka pas planifikim as grup për organizimin e kësaj vrasje. Po ne kemi kryer seancën përgjithësore, klienti nuk e ka parë. Faktikisht kërkesa e prokurisë ka qenë me pushime, ka qenë ndërtuar vetëm në videoincizimet që ka marrë në kamerën e sigurisë. Në ato kamerën e sigurisë shihet në shoqërimin e dy palëve të dyshuarit të tjerë. Normalisht që vitet më pas klienti jam nuk e parë fajsi. Dhe shumë shpresoj që do të kemi. Kjo vrasje askud nuk më përmend, domethënë në kërkesën për saktimin e paraburgimit se ka lidhmëri ideologjike fetare islamiste, siç po e përdorin domethënë mjetet e informimit, për arsye se është edhe një rrethon tjetër, është edhe me kodin penal të Kosovës, edhe me konventa ndërkombëtare dhe me kushtetutë të Republikës së Kosovës, ju e dini, ekziston rregulla prezumimi pavajsisë derisa aktgjykimi ta marrë formën e prerë, madje në këtë rast në farë mënyre po etiketohet edhe familja atyre edhe gjithë rajoni Kaçanikut. E gjithë kërkesa bazohet domethënë lidhur me momentin si ka ndodhur vrasja edhe pretendimet, domethënë sipas prokurisë ku kanë qenë këta, edhe pse natyrisht arsyetimet e tyre ishin se Kaçaniku, siç e dim, është rajon i vogël, edhe domethënën u sharun se i kena pas shtëpia të afër, apo sipas lëvizjeve që i përmendte prokurori. Për klientin tim që është i fundit i rënditun, thotë se pas kryerjes së veprës penale, domethënë e ka strehur në shtëpinë e tij, mirë po klienti im është domethënë i kategorik që as nuk ka qenë dijeni çka ka ndodhur, për arsye se familja e tij, siç jemi ne shqiptarët, e ka një lidhje miqësore me familjen e ndjerit Muhamet Lika, për cilin natyrisht edhe mu vjen shumë keq. Edhe thotë që lajmin e ku marr prej babës, këtë ma thotë edhe baboi i tij, i cili dje në momentin kur më ka angazhu, kemi bërë kontratë vetëm për fazën e hetime, për arsye se ka thonë në rast se djali im është spaku vetëm 1% i implikuar këtë vepër penale, unë nuk pranoj as avokat asgjë të sigurej atij të njëjtë. Jo, as nuk përmendet për motive ideologjike, as nuk përmendet siç po e përmendin mediat që ka të bëjë me punën. Domethënë, mirë po, në këtë fazë, kjo është fazë në të cilën domethënë hetimet ruhen me një vështirësi shumë të madhe.